Gjykata kushtetuese e Koreas së Jugut në mënyrë unanime mbajti në fuqi vendimin për shkarkimin e presidentit Yoon Suk Yeol në përshkak të shpalljes së gjendjes së luftës, duke e larguar atë nga posti dhe duke i hapur rrugë mbajtjeve të zgjedhjeve të reja pas muajsh të trazirave politike. Yoon, 64 vjeç, u shkarkua nga ligjvënësit për përpjekjen e tij më 3 dhjetor të vitit të kaluar për të përmbysur sundimin civil, duke dislokuar ushtar të armatosur në parlament. Ndërkaq, në një çështje të ndarë penale, ai po ashtu është arrestuar në akuza për kryengritje. Miliona qytetarë në Korenë e Jugut shikuan vendimin e gjykatës kushtetuese që u transmetua drejt për drejt nga mediat, duke pasur parasysh ndikimin negativ dhe pasojat e mëdha të shkeljeve kushtetuese nga ana e paditurit. Ne shkarkojmë presidentin Yoon Suk Yeol, tha ushtruesi i detyrës së kryetarit të gjykatës kushtetuese, Moon Ho-bae, teksa lexoi vendimin. Gjykata argumentoi vendimin e saj, duke thënë se në veprimin e tij, Yoon shkeli parimet themelore të sundimit të ligjit dhe qeverisjes demokratike, duke dërguar ushtar në parlament në përpjekje për të ndalur ligjvënësit që të hedhin poshtë dekretin e tij për shpalljen e gjendjes së luftës. Ai shkeli neutralitetin politik të forcave të armatosura. Gjykatësit thanë se Yoon i dërgoi ushtarët në parlament për qëllime politike. Ligjvënësit opozitare mirëpritën vendimin, duke e cilësuar si historik. Yoon është presidenti i dytë korean jugor që gjykata e largon nga pushteti, pasi Park Geun-hye ishte shkarkuar më 2017. Të premten, policia arriti praninë e Koreas së Jugut për shkak se para gjykatës u mblodhen një numër i protestuesve kundër Yoonit. Yoon, i cili ka mbrojtur vendimin e tij për të përmbysur sundimin civil, duke argumentuar se ishte i nevojshëm për të shënjosur forcat antishtetrore, ende ka mbështetës të flakt. Jashtë shtëpisë, u mblodhën mbështetësit e tij që shpërthyen në lot kur vendimi i gjykatës kushtetuese u lexua. Vendimi i dhjetorit shkaktoi trazira politike në Korenë e Jugut, duke nxitur një val protestash. Të paktën 2 persona, mbështetës së tij, kanë vdekur gjatë protestës këtë vit. Yoon po ashtu përballet me një gjykim tjetër penal lidhur me akuza për kryengritje që janë të lidhura me përpjekjet e tij për shpalljen e gjendjes së luftës. Largimi i Yoonit nga posti i presidentit që hyn në fuqi menjëherë i hap rrugë zgjedhjeve të reja presidenciale, të cilat duhet të mbahen brenda 60 ditësh. Autoritetet thanë se në ditët në vijim do të njoftojnë për datën e zgjedhjeve të reja. Deri në mbajtjen e zgjedhjeve të reja, Han Dak-soo do të vazhdojë të mbajë postin e ushtruesit të detyrës së presidentit.